Thithja e gishtit të madh. Thithja e gishtit të madh është një shprehi e përbashkët e fëmijëve të vegjël. Zakonisht, këtë fillojnë ta bëjnë prej muajit të tretë nga lindja dhe vazhdojnë për një kohë të caktuar. Shkaku natyral i kësaj shprehie mund të jetë ushqimi i fëmijës përmes gjirit të nënës, kur është i uritur ai e thith gjirin e nënës ose çuçin. Fëmia ndjen se thithja ia jep një rehati dhe gjatë kohës mëson se mund të thith gishtin kur gjiri i nënës nuk është në dispozicionin e tij. Kjo është një pjesë e procesit mësimor të fëmijës. Ai e vëren dobishmërinë e thithjes së gishtit dhe mësohet me këtë shprehi. Kjo shprehi i shkon përdore fëmijës kur është i uritur dhe ushqimi nuk është në dispozicion. Po ashtu mund të aludojë në thithjen e gishtit nëse ka ndonjë shqetësim apo pa rehati. Shumë prindër mendojnë se thithja e gishtit nuk është një shprehi e mirë dhe shpikin mënyra për të ndaluar fëmijën nga ky veprim. Këtu duhet të përmendim se ortodontët, dentistët, konsiderojnë se thithja e gishtit ndikon negativisht në trajtën natyrale të dhëmbëve dhe të gojës. Shumë dentistë dhe mjek janë të mendimit se thithja e gishtit tek fëmijët nuk është e dëmshme. Një ekspert thotë, shumë psikologë dhe pediatër janë të mendimit se shprehia e thithjes së gishtit tek fëmijët nuk është e dëmshme në asnjë mënyrë dhe në rastin më të keq nuk është shkaktari shumë defekteve të gojës. Ata po ashtu thonë se kjo shprehi do të zhduket automatikisht me daljen e dhëmbëve të qumshtit. Sidoqoftë, është e mundshme që kjo shprehi të mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore sepse në përgjithësi gishtat e fëmijëve janë ekspozuar atmosferës dhe mund të bartin disa materie infektuese brenda gojës. Për këtë arsye shumë prindër nuk duan që fëmia i tyre të pranojë këtë shprehi. Siç duket, thithja e gishtit nuk është ndonjë problem serioz dhe nëse fëmia mësohet me këtë, kjo shprehi do ta braktisë fëmijën kur të rritet. Por nëse prindërit dëshirojnë, ata mund të ndërmarrin hapa që të parandalojnë këtë shprehi që në fazën fillestare. Parandalimi i fëmijës nga thithja e gishtit është shumë më lehtë se sa ta ndalojë atë mbasi ta fitojë atë shprehi. Kur të vërejnë prindërit mësymjen e thithjes së gishtit të madh tek fëmia, ata duhet të provojnë për të gjetur arsye të japin më shumë qumësht nëse nuk ngopet dhe nëse bëhet i uritur në mes dy kohëve të caktuara të ushqimit, atëherë duhet i jepet ndonjë lëngë frutash apo biskota. Nëse shkaku i thithjes së gishtit është ndonjë parehati, atëherë duhet të hulumtohet mirë dhe të shërohet shkaku. Nëse fëmia nuk heq dorë nga kjo shprehi përkundër të gjitha hapave paraprak, atëherë do të jetë vështirë për të shqyrtuar dhe për të shmangur shprehin. Edhe një metodë tjetër për shqyrtimin e kësaj shprehie është dhënia e lodrave të buta të mira me qëllim të devijimit të mendjes së tij nga thithja e gishtit të madh. Nëse fëmia si shoqërohet ndonjë fëmijë tjetër për të luajtur, ai mund të mos e thith gishtin gjatë kohës sa është duke luajtur. Një mjet tjetër alternativ për menjanimin e thithjes së gishtit është dhënia e çuçit për ta thithur. Por edhe këtu ka gjasa që fëmia të pranojë shprehinë e thithjes së çuçit për një periudhë të caktuar kohore. Sidoqoftë, prindërit duhet të tregohen të durueshëm dhe të jenë të përmbajtur gjatë shqyrtimit të kësaj shprehie tek fëmijët, si dhe nuk duhet ta ndëshkojnë fëmijën deri në masën e dëmtimit të psikikës së tij. Prindërit duhet ta kenë ndërmend se sado e fortë të jetë shprehia e thithjes së gishtit tek fëmia, ai do ta braktisë atë në moshën 4 apo 5 vjeçare.